perspektivën 27 vjeçare, vështruar rënien biblike të familjes Jashari dhe fisit Jashari, është një rast të hedhësh vështrim mbi lirinë e Kosovës, sepse aty ndahet epoka e robërisë dhe lirisë. Rënia e tyre është dielli i Kosovës, është liria e Kosovës. Pas gjithë asaj dhune të papar, pas gjithë historisë së lavdishme të Drenicës, sepse Drenica është emblem e rezistencës, emblem e qëllimit, pavarësisht se në gjitha trevat e Kosovës është luftu, e veçanta e këtij vendi është se këtu janë emrat shënor të historisë, Ahmet Elia, Shaban Pulloza, Azem dhe Shot Galica, pastaj Nebih dhe Tahir Meha, dhe deri te rënia e Jashareve është një vistër herënjësh të rënë në këtë rrugë, në këtë shtektim drejt lirisë Kosovës. Rënia tyne ishte një kamban se sa çmueshme është liria. Dhe rënia tyre ishte një kushtrim për ushtrinë shqiptare të Kosovës, për këtë tokë fjalësh që është më e mbli në gjuhën shqipe. Ushtria shqiptare e Kosovës, 3 shkronja të arta, të cilët sot ndriçojnë mbi Kosovë. Dhe rënia e tyre është kthimi i madh në histori, ndryshimi i madh që ndodhi në histori. Prandaj çdo shqiptar ftoj që të vjet ta sheh këtë vend shenjtë, sepse për ne pjesën e Shqipërisë mbetur jashtë kufive të Londrës është gruaja e dytë e shqiptarëve.